Iranianët nuk është se nuk janë të hapur për negociata, por ata i kanë dhënë një plan prej 6 pikësh amerikanëve, dhe plani i tyre prej 6 pikësh nënkupton numër 1 një garanci ligjore nga amerikanët dhe Izraeli që SBA-ja nuk do ta sulmojë më në të ardhmen Iranin. 2. Largimi i bazave ushtarake amerikane nga lindja e mesme. 3. Kompensim për dëmet që janë bërë ndaj Iranit. 4. Ndalimin e agresionit izraelit në Liban dhe në Palestinë. 5. Kontrollin e kanalit të Hormuzit nga Irani. Dhe garancia finale që kërkohet nga Irani është domethënë Shtetet e Bashkuara të japin fund një herë mirë sanksioneve gjysmëshekullore që amerikanët kanë implementuar kundër Iranit. Kjo do të ishte një poshtërim total për presidentin Donald Trump, për regjimin judeo-amerikan që sot fundon Izraelin dhe Amerikën, edhe për më tepër presidenti Trump është nën presionin e lobit zionist, i cili nuk do të lejonte në asnjë mënyrë që të bëhej një gjë e tillë, nga që nëse do të bëhej një gjë e tillë, e para miti i Izraelit si një hegemon i pathyeshëm me arabët do të binte. E dyta, ky lloj fakti do t'i trimëronte popujt musliman, të cilët do të ndiqnin rrugën e Iranit, rrugën e rezistencës ndaj kolonisë së Izraelit. Edhe në anën tjetër duhet kujtojmë edhe një gjë që një marrëveshje e tillë do ta fuqizonte Iranin jashtëzakonisht shumë, si nga ana ushtarake, ashtu edhe nga jo politike, dhe pasojat për këtë do të jenë shkatrimtare për ekzistencën e kolonisë së Izraelit. A ka një lloj ngëçi mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me armëpushimin që Donald Trump bëri për 5 ditë dhe mbi të ardhmen e luftës në Iran? Po ka ngërç, po ka tensione brenda perandorisë amerikane, nga që lobi zionist izraelit i Benjamin Netanyahut është shpallur totalisht kundër çfarë do lloj marrëveshje me Izraelin, cilës përpara 2 ditësh kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu edhe i siguroi izraelitët që edhe në rast paqeje nga ana e SBA-s me Iranin, ne do ta vazhdojmë luftën. Dhe në anën tjetër, Izraeli është duke vënë në punë të gjithë makinerinë e tij ushtarake, propagandistike, ekonomike, spionazhin e të tjerë kundër presidentit Trump, në mënyrë që ta mbajë administratën amerikane nën presion të vazhdueshëm dhe mos t'i lejojnë amerikanët që të tërhiqen nga lufta. Por në këto momente ne kemi një luftë civile, nëse mund ta quaja, që po ndodhet në Amerikë, se në njërin anë ke lobin zionist, në anën tjetër ke lëvizjen MAGA, apo personat të cilët sollën në pushtet presidentin Trump, të cilët kur e sollën Trumpin e sollën duke i marrë atij premtimin që Trumpi nuk do ndiqte rrugën e presidentëve të tjerë amerikanë dhe nuk do bënte më luftra për Izraelin, premtim që Trumpi nuk e mbajti dot dhe e theu. Dhe në anën tjetër kemi edhe korporatat e mëdha, se domethënë bllokada e naftës që Irani ka bërë është duke shkatruar korporatat e mëdha amerikane. Pra kemi të që quhet the corporate America, apo Amerika e korporatave, kemi lëvizjen nacionaliste të bardhë amerikane, atë që quhet MAGA, Make America Great Again, e cila përballet me lobin e çifutëve slav që janë nga Polonia, me origjinë Rusia, Ukraina, Bielorusia e të tjerë, dhe janë këto 3 grupe që po luftojnë me njëri tjetrin, dhe deri tani duket që presidenti Trump po mban anën e Izraelit.
Trumpi ka gati një javë që thotë ne kemi shkatruar totalisht Iranin nga ana ushtarake dhe jo më larg se sot Irani njoftoi lëshimin e raketave ndaj Izraelit. Ose Trumpi është në, domethënë ai po kalon për personat që mundohen ta shohin Trumpin dhe t'i bëjnë një analizë psiqike, ai po kalon në një krizë të paparë mendore. Domethënë ai e para nuk e donte këtë luftë, e tërhoqi prej fundësh Benjamin Netanyahu. E dyta, ai ka menduar apo e ka ngënjur më saktë që kjo luftë do të vazhdonte vetëm pak ditë, por kjo luftë nuk po përfundon. E treta, ai se Trumpi tek fundit fare është biznesmen, domethënë Trumpi është një biznesmen tipik amerikan dhe për biznesmenin tipik amerikan fjala e parë që biznesmeni amerikan thotë është how much, what cost, domethënë çfarë përfitoi nga kjo. Dhe Trumpi është në një presion të papar nga korporatat, nga populli amerikan. Trumpi një ditë deklaron që thotë do kemi armpushim për 5 ditë me Iranin dhe gënjen dhe edhe e bën këtë që të zbusit tregjet dhe që të uli çmimin e naftës, por pastaj kur tregjet e kuptojnë që Trumpi ka dënyer, çmimi i naftës shkon prapë lart. Ai i bëri një ofertë para 3 ditësh Ayatollah Khamenei, i tha, okay, tha hajde do bëjmë marrëveshje dhe gjirin apo ngushticën e Hormuzit do ta kontrolloj unë dhe Ayatollahi. Domethënë Trumpi i bëri ofertë iranianëve. E pa domethënë që Irani është palë fort, që Irani nuk thyet dot, Irani nuk është Libia e Gaddafit, nuk është Siria e Asadit, nuk është Iraku i Saddam Huseinit. Ai po do të bëj pazar nga Ayatollahi. Domethënë ai përpara 3 ditësh tha do ta kontrolloj unë tha dhe Ayatollahi ngushticën e Hormuzit, sepse çfarë po ndodh tani në këto momente që Irani po i bëj job, po takson çdo cistern që kalon në gjirin persik i vë taks prej $2 milion. Trumpi kjo është dukur good deal dhe i ka bërë ofertë, i bëri ofertë Ayatollah Khamenei, i tha, okay, tha, hajde bëjmë shok dhe e ndajmë të taksën që ti vë cisternave, e ndajmë 50-50, 50-50. Dhe Trumpi tek e fundit është njëri praktik, është njëri biznesi, domethënë ai përpara 26 ditësh ju bashkua Izraeli që i vrau babën Ayatollah Khamenei, domethënë këtij Moshtabës. Para 3 ditësh i thot Moshtabës, o Moshtaba, e di si është muhabeti, mos u mërzit që ta kam vrarë babën, gjëra që ndodhin, po a bëjmë i pazar domethënë edhe këtë gjobën që ti po ja vë cisternave, se që nga gjë e mirë domethënë, se si duhet këtij nuk i ka pas shkumenia më herët. Domethënë ndoshta nuk e ka kuptuar rëndësinë e ngushticës së Hormuzit. Dhe tani sigur mos ke ndodhur asgjë, i thot këtij Khamenei i thot, hajde bëjmë shok, edhe ndajmë 50-50 këtë taksën e Hormuzit. Por iranianët i thonë no, thank you, Hormuzi nuk hapet më, Hormuzi këtej e tutje do të mbahet nën kontrollin ton, çfarë do lloj gjëje që të ndodhi. Dhe çfarë po bën Trumpi është që në këto momente që ne flasim, po dërgon marinsa në Jordani, rreth 5.000 trupa amerikane dhe në Arabinë Saudite, me shpresën që ai mund të përdori këto forcat amerikane për të shliruar Hormuzin nga iranianët, gjë që është prallë me mbret dhe është e pamundur.